Beni ju sollët të që janë shumë të moderuar me njërin tjetrin modern. Dhe kjo është e vërtetë, se në kohën e shahut, Irani po të shohësh edhe filmimi ishte si Amerika, si perëndimi, si Europa perëndimore. Shifi fotografitë, shifi filmimet e asaj kohe. Tash ti, si ka mundësi ky modernitet me një regjim autokratik, teokratik, si ka mundësi të kthehet në një dark age, në një mesjet, me mënyrën e jetesës ku nuk respektohet femna, ku nuk lejohen gjonat më elementare, lirit më elementare. Nuk është tamam është. T'ju them diçka. Imazhi ky është. Në Iran ka zgjedhje. Po modeli zgjedhje për shembull mua më ka çuditur se votonin bashk. Po kishte zgjedhje. Ne ishim mi servësh kusish, kishte francez, kishte gjerman, kishte italian, british, shumë, se Anglia ka shumë lidhje me Iranin. Dhe Anglia ka qenë? Ka qenë lidhur. Madje kanë pasur dhe Anglo-Persian, ka qenë... Anglo-Persian që është kjo sot e oilës juet kjo... Po, dhe funksionojnë kanone demokratike për sa i përket deri në nivelin e pushtetit lokal, po edhe në pushtetin qendror ke presidenti. Ndërkohë, një pjesë arkitekturës të Teheranit është jashtëzakonisht moderne. Jo thjesht sepse ata kanë një ose dy nga arkitektët më të mëdhenj të historisë botërore të shekullit të 20 e tani, por po ta shikosh, kanë zhvillime jashtëzakonisht moderne. Veçse kupola, teokracia që është si byroja politike kene, që i vendosesh presidencës, Haxhi Lleshi ishte thjesht një kukull. Por Haxhi Lleshit i vini në telegramet, nuk i vini në Enver Hoxhës. Dhe fuqia Enver Hoxhës ishte dhe mbi ekzekutivin dhe mbi presidencën. Pa çka se ju e dini që për burgun ose për dënimin kapital duhet firmos të Haxhi Lleshi, po me gojë thoshte Enver Hoxha që Iliri dhe Beni dënohet, ndërsa ky tjetër do shpëtoj. E tillë është në Iran. Fuqia e teokracisë është e paimagjinueshme. Femra ka liri relative. T'ju them një element për shkak që prapë do të befasoj. Unë për shkak kam hasur në zgjedhje pjesën e opozitës në Iran. Dhe për shkak një element opozite që bënin ishin vajzat i lyenin buzët me blu. Me blu. Dhe Shamia, t'ju them një element tjetër, ndryshe nga sunitet e tjerët që mbahen, Shamia e tyre lidhet në mënyrë shumë moderne dhe është gjithë koka e zbuluar. Është gjithë koka e zbuluar dhe ti dallon dhe hiret femërore kur e shikon femrën, sepse janë me xhinse, janë me kështu. Është dhe një pjesë që vjen nga bota rurale, që është botë shumë e madhe atje, dhe bota e provincës, që kanë këto rrobat e mëdha. Madje përdoret edhe të themi edhe rrobat ku ti mbulohesh komplet. Por pjesa e qytetit, pjesa e kulturuar e mban Shamin deri këtu. Është e tepruar sepse ti shikon sa del nga hapësira ajrore e Iranit, një pjesë e femrave heqin automatikisht këtë. Sepse ndryshe nga pjesa tjetër e islamit që ti nuk duhet ta ekspozosh femrën, ti e ke femrën e ekspozuar. Veç se prap kjo bota teokratike ka krijuar njësi brenda që duan të ruajnë forcën e shariatit, ligjit islam, dhe për shembull kishte polici femërore, e cila vërente, sidomos në aeroport, kur një individe kishte zbuluar këmbët e zëm deri te kërciri, ata bënin çmos që të mbulonin. Por se në vetvete studentët më besoni që kanë një lloj lirie relative. Nga ajo çka kemi pa këto njerëz morin dëshkime, Beni. Një pjesë po. Dhe dëshkime të rënda siç që femna që myten me gurgje. Po ajo ishte ajo zbuluar fare. Dhe t'ju them dhe një element tjetër. U zbulua, a duhet mytet një njeri aq më tepër grua me gur Beni? Absolutisht është e tepruar. Kjo është barbarie, jo barbari, po nuk gjehet fjalë. Kini parasysh, pjesa intelektuale në Iran dolën publikisht e mbrojtën.
keni vënë diçka zoti Demalia në Shqipëri, bën diçka zoti Berisha. Qoftë ndaj njerëzve të Partisë Demokratike, nuk kanë fuqi ke Partia Demokratike, thonë, jo zoti Berisha, nuk e vepruar mirë. Jemi vend demokratik. Më thuaj ke Partia Socialiste, del njeri ti thot zotit Rama, jo. Kritika që i bëre këtij nuk ishte mirë. Veni pak përpara, Patjetër. diskutuam të dy për një emision që isha sot. Ne jemi një shoqëri që vetëm duam të mburremi nëpërmjet gënjeshtrave dhe nuk kemi bë ballafaqim si shoqëri, që është një temë që e kemi diskutuar bashkë, po dhe nuk po ka arrit kuptoj dhe media, po dalin gjithë për tregu veten se çka mbërun, që është pak e rëndësishme dhe nuk kemi bë asgjë gjithë bashkë. Fakti që jemi këtu ku jemi dhe mas 35 vjetës diskutojmë ala komunizmin dhe dekomunizimin kur boda e shlyu këtë. Po pjesë e madhe e Europës indore nuk merren më me këtë punë. I sqarun djona të fillim dhe hiku mu vonë kur thojnë amerikanët, por siç thuhet që Erik Fromm thotë, nëse nuk mund ndërtosh një perspektivë, nëse nuk shef realitetin e tashëm dhe nuk ke kuptuar të shkuarën, nuk mund ngresh të ardhme. Ne të shkuarën refuzojmë ta pranojmë sepse na djeg se jemi përgjegjës për shkuarën dhe mbi këtë shkuar kemi ndërtu këtë ardhmen bazë gënjeshtrash. Pra i them që po që e sollët ke kjo, kështu mendoj unë paktën, po nuk jemi shoqëria akoma që kemi arrit një shkallë civilizimi për të pranuar defektet tona që diskutuam përpara, krijojmë vetëm mite pa i gjuku realitetin shoqëror që me të mira me të këqija, të mirat që bëjmë. Ndajmë vetëm me diçka me ju, zoti Demalia. Ne asnjëherë nuk kemi bërë civilizim dhe nuk do bëjmë dot se jemi vend i vogël. Mund të bëheshim qytetërim. Edhe ilirët për shembull. Ilirët nuk arritën dot të bëheshin civilizim. Por ishin qytetërim. Ke drejt, janë dy terma krejtërisë. Po qytetërim mund të bëheshin. Mund të bëhesh. Pra nuk kemi shoqëri që kemi hyrë qytetërim akoma. Kemi qenë në ndikime shumë interesante, për shembull ndikimi italian, ndikimi latin, ndikimi grek, që nuk është ndikimi vogël. Po qoftë ndikimi slav, aq sa çka qenë. Është e çuditshme. Kemi edhe një deformim të dinjitetit, ajo që thatë ju pak përpara, që i përdorte Enver Hoxha këto kështu, nuk jemi shoqëri që reagojmë mbrenda grupet karshit keqës, qoftë edhe vetë si shoqëri se dolim nga tema, jemi shoqëri shumë hipokrite mendoj unë. Po, besoj nga që jemi të paplotësuar një pjesë. Ju mbani mend në kohën e komunizmit, disidenca bësh edhe nëpërmjet akteve shumë të vogla. Shumë të vogla, tash jemi të atij brezi. Kjo qoftë diçka ke pantallonat, po qoftë ato pucët e shtyp me që tërhiqin si shapka, apo ose diçka. O jaka ngret me që e bëheshim kështu, domthon tregojnë duke natyrë atyre që nuk ishin në uniformitetin e regjimit. Një pjesë ka që është kërkuar që bëj diçka mos u fut në